Përshëndetje gjithëve, faleminderit zoti kryeminist, faleminderit ministre për këtë vizitë në qendrën Jonathan. Është një qendër në fakt me cilën ne kemi dhe një marrëveshje bashkëpunimi. Është një qendër e cila funksionon shumë mirë për sa i përket gjithë terapive zhvillimore për fëmijët me grup mosha të ndryshme, po ndërkohë ka lidhur dhe marrëveshjen e bashkëpunimit me Shërbimin Social Shtetëror bashkë edhe me Special Needs Albania, duke mundësuar kështu punësimin e personave me aftësi të kufizuar. Sot në fakt ky takim është shumë më tepër se kaq. Në fakt është një takim që i dedikohet një politike, një nisme në veçantë, dyfishimit të pagesës për aftësi të kufizuar për fëmijët 0 deri në 18 vjeç, gjithashtu edhe njohja e kontributeve shoqërore dhe shëndetësore për gjitha kujdestaret, nëna ose jo, shoqëruesit e këtyre personave me aftësi të kufizuar, kështu që patjetër që ne jemi shumë mirënjohës dhe për gjithë këtë nismë që do na duhet ta zbatojmë me shumë përpikmëri në vazhdim, po gjithashtu Shërbimi Social Shtetëror në fakt është një institucion i cili ka qenë në të gjithë linjën dhe vizionin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale për sa i përket gjithë politikave mbështetëse, jo vetëm për integrimin e personave me aftësi të kufizuar, por gjithashtu edhe për integrimin e gjithë familjeve që janë në ndihmë ekonomike dhe gjithë fushës që mbulon Shërbimi Social Shtetëror dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Faleminderit shumë. Unë doja të theksoja që ne kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë. Jam shumë e gëzuar këtu që kemi prindrit, ju jeni heronjtë të vërtet në fakt kujdestarët. Jemi takuar në disa raste. Them që kemi filluar një bashkëpunim të mirë, kemi ndërmarrë disa reforma. Jam e gëzuar këtu që shoh disa përfaqësues të shoqatave të ndryshme. Këtu në qendrën Jonathan, një diçka shumë e mirë për të përmendur është konsultimi që marrin të rinjt me aftësi të kufizuar për të inseruar në punësim, në karrierë, ajo që quhet career advice, dhe disa prej tyre janë të punësuar dhe këtu. Gjithashtu kemi bërë një aktivitet shumë mirë me autizmi flet, që ka aplikuar dhe për statusin ndërmarrjes sociale. Dhe të rinjt tanë me aftësi të kufizuar për herë të parë marrin pjesë në një klub botror në Houston. Dhe vërtet për mua ishte një moment shumë mallëngjys kur u takuam dhe të tërë javën e kaluar. Por jo vetëm në këtë drejtim, kemi pasur disa iniciativa edhe për autizmin. Kemi qendrën e autizmit në Prush që e vizituam dhe e përuruam, dhe atje faleminderit Afrodita, një bashkëpunëtore shumë e mirë, e mbështetur nga Fondi Social. Gjithashtu, edhe atje bë një trajtim i individualizuar dhe gjithë qëllimi është që të kalojmë nga thjesht një ndihmë ekonomike sociale në një integrim të personave me aftësi të kufizuar në jetën e përditshme, në punësim, në arsim, në kulturë, pse jo. Prandaj ky është qëllimi ynë. Unë tash i jap fjalën kryeministrit, por edhe juve që jeni të pranishëm, sepse deri këtu kemi arritur me një bashkëpunim shumë të mirë dhe them që duhet ta vazhdojmë në këtë mënyrë në të ardhmen. Shumë faleminderit për mikpritjen këtu. Është zgjedhur një nga vendet ku ajo çka dëgjojmë, ajo çka flasim për fëmijët dhe të rinjt me aftësi të veçanta është një punë e përditshme. Është një punë e përditshme, është një përkushtim i përditshëm me të gjitha vështirësitë pa diskutim, por edhe me shumë dashuri dhe me shumë shpresë. Zgjodhëm këtë vend për të folur pak më gjerë se sa thjesht dhe vetëm çfarë mund të diskutohet lidhur me këto qendra, lidhur me ndërmarrjet sociale, po për të prekur edhe atë që para pak javësh qeveria realizoi, dyfishimin e mbështetjes për të gjithë fëmijët që janë me aftësi të veçanta. Ishte
bërë një kohë gjatë që mbështetja për këta fëmijë ishte bërë e pamjaftueshme, jo se ishte dhe jo se është e mjaftueshme, se s'është asnjëherë mjaft, por ishte bërë realisht e pamjaftueshme duke pas parasysh edhe kostot e jetesës edhe vështirësitë e tjera. Dhe premtuam të fishimin e mbështetjes për ta, dhe jam shumë i lumtur që sot mbështetja për ta është dyfishuar. Nuk janë pak, janë 11.000 fëmijë edhe më të rinj që do të përfitojnë nga kjo masë, por përtej kësaj kemi marrë edhe një masë tjetër të rëndësishme që ishte një kërkesë e vazhdueshme edhe nga ju për kujdestarët, sepse një nën që i përkushtohet një fëmije me aftësi të veçanta e ka të pamundur të shkojë rregullisht në punë siç shkojnë nënat e tjera, dhe duke qenë se nuk shkon në punë, përballet me problemin e mungesës së sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, gjë që e cënojnë pastaj padrejtësisht edhe mundësinë për të marrë një pension të merituar nesër, apo për të pasur akses në sistemin shëndetësor ashtu si duhet. Kështu që ne vendosëm po ashtu që shteti, buxheti i shtetit, t'i paguaj sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për të gjitha nënat dhe për të gjithë kujdestarët, njësoj si ata të ishin në punë. I them këto jo se janë për të duartrokitur, megjithëse faleminderit për duartrokitjen, por i them këto sepse është e rëndësishme që ta kuptojnë të gjithë që ne nuk jemi jashtë realitetit, nuk jemi asnjëherë të pavëmendshëm për kërkesat e vazhdueshme që vijnë nga grupet shoqërore, dhe jemi këtu për të bërë më shumë edhe jo për të fjetur mbi dafinat e arritjeve apo të sukseseve që janë të pamohueshme në shumë drejtime. Dhe sigurisht që sot kemi një sistem shumë më të besueshëm sipas meje të mbrojtjes shoqërore, një sistem shumë më besueshëm sepse është më funksional, është më efikas, është më i shpejt. Dua ta falenderoj këtu se s'm ka rënë rasti më parë drejtoreshën, e cila është një person i përkushtuar edhe ja ka marrë dorën mirë kësaj pune, por pavarësisht se tani më u bë disa kohë që është në drejtim, nuk e ka humbur atë që është kryesorja në këtë punë, që është lidhja e afërt me njerëzit, që vjen vetëm nga pasioni dhe nga dëshira për ta krijuar, dhe këtë pasion dhe të dëshirë Emja e ka të vazhdueshëm. Thënë gjitha këto, natyrisht që siç thotë ajo fjala e moçme oreksi vjen duke ngrënë, natyrisht që çfarë arrihet është diçka që bëhet e shkuar, edhe e ardhmja nuk është funksion i të shkuarës. Na duhet e shkuara për të mos harruar nga jemi nisur, se njerëz shumë më të mençur se unë kanë thënë që kush nuk e ka parasyve nga është nisur, e ka të pamundur të arrijë aty kudo. Por nga ana tjetër jetojmë në një kohë kur nuk mjafton më fare të thuash o shiko se ku ishim, sepse gjithmonë më shumë njerëzit në këtë
fazë të re të zhvillimit kanë pritshmëri dhe ballafaqohen me pritshmëritë, nuk ballafaqohen me çfarë ishte më parë. Kështu që unë me shumë kënaqësi bashkë me ministrën se me drejtoreshën ju flisni rregullisht, do të dëgjoja çfarë do qoftë që ju mund të keni dëshirë të ndani me mua dhe me ne, edhe dua t'ju them diçka nga gjithë eksperienca ime, në këto komunikime mësohet më shumë se sa në të gjitha llojet e bisedave dhe të komunikimeve që mund të bësh me njerëz që punojnë dhe që jetojnë në përzyra. Shumë faleminderit edhe një herë. Është kënaqësi shumë e veçantë sepse nuk keni mbajtur vetëm premtimet tuaja para gjithë komunitetit, por në 2-3 vitet e fundit, sa që kemi ftuar prindrit për peticione, për të firmosur, jemi ndjerë dhe ne borxhlinda i tyre dhe ju vërtetua që zëri dëgjohet, ndryshime ndodhin. Në pothuajse 20 vite që kemi punuar jeni kryeministri i parë që na vizitoni. Jam shumë mirënjohëse dhe jemi të nderuar dhe jemi plot shpresë për gjërat që na presin. Ne kemi, ndoshta jo me shumë modesti, kemi përvojën, kemi ekspertizën, kemi një ekip fantastik. Ky është ambienti 4 që kemi ndruar në gjithë këto vite. Jemi gati të mbështesim më shumë familje nëse kemi një ambient më të madh. Kështu që kjo është nevoja jonë më e madhe aktualisht. Dhe jemi gati këtu për të qenë për krah jush dhe të punojmë fort. Duhet të identifikojmë një vend, do merrem edhe unë vetë me këtë punë. Edhe pastaj ju duhet edhe t'ju ndihmojmë që ta mobiloni, se po të jetë më i madh si do mobiloni. Dakor, unë do bëj çmos që ta gjejmë sa më shpejt, pastaj po që se juve do bëni çmos dhe pastaj nuk do t'ju dali, atëherë prap mund na drejtoheni. Remja është shumë e zonja në atë insistimin e saj për gjërat që do edhe që do për punën edhe shkruan, kështu që do ta gjejmë shpejt gjën. Përshëndetje, shumë faleminderit zoti kryeministër, zonja ministre. Atëherë unë jam prindi një vajze me aftësi të kufizuar, do ju them faleminderit mbas kaq vitesh që kemi mundur një takim drejt për drejti. E para do të themi faleminderit shumë për fashën për ngritjen e dyfishimin e kempit për fëmijët, pavarësisht se të ardhurat tona edhe pak të jetë të rriten gjatë muajit se kostot janë goxha më të larta, dhe për njohjen e sigurimeve shoqërore për prindrit. Por unë do të doja që të njifesh edhe një pag minimale për prindrit, se dhe kjo duhet të, përderisa janë sigurimet, duhet jetë edhe një rrogë minimale, sepse prindrit ndërkohë nuk dalin, sepse shoqërojnë fëmijët kudo, në për terapi, në për kurse kudo që mund të jetë. Unë them faleminderit shumë dhe shpresojmë të arrijmë akoma më tepër. Diskutova pak atë ditë që bëm dhe miratimin që të shikojmë mundësinë për këtë kategori, duke pas parasysh pikërisht që këto janë të ardhura që i administrojnë prindrit dhe kanë bëjnë me kosto, siç e thatë ju, të shikojmë mundësinë edhe të indeksimit që domethënë siç bëjmë indeksimin e pensioneve, të bëjmë dhe indeksimin e ndihmës për fëmijët me aftësi të veçanta në mënyrë që mos të goditeni nga inflacioni. Unë jam mami Gjonatani që mban emrin e qenës. Në atë parë të falenderoj shumë që erdhe, që sepse Gjonatani, kur ka lind Gjonatani, këtu nuk ka pas asnjë shërbim dhe asnjë ndihmë. Qendra ka qenë dera e parë që është hapur, edhe tani presim nga ju që të ndihmoni, sepse fëmijët tanë rriten edhe ne plakemi, edhe duhem që fëmijët t'i lemi vend që t'jenë sigur, që t'kenë pagën e vet, sepse edhe po shkojnë në një vend tjetër që do rriten ata, se unë ndoshta s'jam,
edhe jam plaka, se edhe dua që t'jenë për kujdesin e vetë. T'je thej, dhe faleminderit shumë që do na gjesh edhe qendër, që ata do që djali të vijit, merret me gjërat. Djali është 22. Por ka dhe gjëra tjera, nuk është vetëm me sindromin Down, nuk është i aftë që të punoj, sepse është me kategori vetë. Edhe shumë faleminderit. Sa vjeç ishte kur filloi qendra? Para një javë kam aprovuar të dhëmbët, për I ka hekur pastruar gjithë. Edhe dua që për gjithçka që përboni, dua edhe çik më shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Se kam edhe emocione, se është hera parë që jam përballë kryeministrit. Është privilegj. Unë të them diçka. Lidhja shumë e fortë që keti me djalin edhe shtysa që t'jep ai ty që të jesh gjithmonë e fortë, ty do të çojë 100 vjeç. Ty do të çojë 100 vjeç. Kështu që në atë aspekt mos përgatitu se ke rrugë gjatë. Zoti kryeministër, bashkë jemi takuar. Kemi qenë në një podcast me Gersin. Ne gjithmonë jemi mirënjohës për çdo gjë të mirë që bëhet, edhe sidomos për ne prindrit dhe fëmijët tanë. Ashtu siç ishte edhe qendra që vajtëm në Prush, që bashkë me ministren që e inauguruam, dhe aty ishte një gjë shumë e mirë, sepse jo përveç fëmijëve të vegjël, por aty ishin shumë edhe për persona të rritur, domethënë të rinj dhe të rritur. Ashtu sikurse janë dhe fëmijët tanë, për shembull, Gersi është gati 26 vjeç tani. Edhe këtu ke qendra Jonathan, shumë rëndësi ju jepet të rinjve dhe të rriturve, edhe me shërbime terapeutike, por edhe për aftësimin për punësim. Dhe kjo do ishte shumë më mirë që dhe sikur të zgjeroj edhe në qendra të tjera, do me thënë që të ishte në bashkëpunim me institucionet, që një pjesë të investimit të bëhe nga institucionet qendrore dhe ata që janë përgjegjës. Gjithashtu neve edhe për këtë jemi shumë mirënjohës, edhe për ligjin e sportit që ne diskutuam atëherë në podcast, që të njihet Special Olympics edhe atletët e tij në ligjin e sportit, që deri para ca kohësh ata nuk njiheshin. Ne kemi diskutuar dhe ju jeni një ndër ata që ndihmuat që ai ligj të aprovohej sa më shpejt edhe të hynte në fuqi. Dhe kjo pjesa tjetër e dyfishimit të pagave ose të pagesës së aftësisë kufizuar të personave me aftësi të kufizuar, por edhe të prindërve, por ama deri në fashën 18 vjeç. Tashi këtu neve jemi një çik ashtu që dhe do ta bëjmë një kërkesë, dhe por ama dua të them që dhe kërkesat tona janë shumë miqësore dhe duam që patjetër edhe të na realizohen natyrisht. Ne nuk duam që të vëmë njeri me shpatulla për muri, por gjithmonë në bashkëbisedim edhe në aprovim të gjërave sa më të mira për fëmijët tanë. Tashia mundet që kjo fasha e moshës të rritet nga 18 vjeç e lartë, sepse shpenzimet e fëmijëve tanë, të djemve tanë që janë dhe më të rritur, tashi edhe rriten akoma dhe më shumë, dhe shpenzimet tona të familjarëve, domethënë. Kështu që do ishte shumë me interes për ne dhe do na ishte shumë, domethënë e përshtatshme, dhe do na ishte një ndihmë shumë e madhe që dhe kjo gjë të bëhej edhe për fashat mbi 18 vjeç. Ne diskutuam edhe me ministren atë ditë që u takuam ke qendra në Prush, dhe do ishte shumë e mirë dhe dyfishimi patjetër I atyre prindërve që marrin kujdestari, sepse nuk është se gjithë prindrit marrin kujdestari. Kështu që këto gjëra, domethënë, janë shumë të domosdoshme dhe sidomos të ana financiare. Të them unë një dy gjëra, pastaj ministria mund të thotë diçka më konkrete, po të gjitha këto që janë bërë jo se ju erdhi koha
të bëhen dhe nuk duheshin bërë përpara, por sepse janë rritur mundësit. Që të bëjmë më shumë, duhet të rrisim më shumë mundësit. Që të rrisim më shumë mundësit, duhet të rrisim ekonominë. Që të rrisim ekonominë, duhet të rrisim investimet. Që të rrisim investimet, duhet të krijojmë besueshmëri më të madhe. Që të krijojmë besueshmëri më të madhe, duhet të kemi një kuptim më të drejtë të gjithë bashku të gjërave dhe kështu me radhë. Por pa diskutim që ekonomia jonë që rritet në mënyrë shumë të qëndrueshme prej vitesh, tani më edhe që na jep mundësi të kemi më shumë të ardhura, do na japë mundësi që prapë t'i adresojmë këto tema dhe t'i përmirësojmë standardet, duke pas parasysh që pavarësisht se kjo mbetet si jashtë vëmendjes dhe vëmendjen e marrin gjëra që nganjëherë janë të dorës dytë ose vëmendjen e marrin gjëra që lidhen gjithmonë me paraja, të pasurit, të mëdhejt, të këta, të ata. Shtrirja që ne kemi bërë mbështetjes shoqërore, shtrirja që ne kemi bërë adresimit të grupeve më në nevojë, është më e gjëra ndonjëherë. Ju e provoni këtë, zonja është dëshmitare e një periudhe të gjatë, nuk është dëshmitare e pak viteve, shumë këtu janë dëshmitarë sepse juve e shifni këtë botë nga një kënd ku të tjerët as nuk e dinë që mund të shifet. Edhe vështirësitë tuaja janë një natyre që mund të përpiqesh të imagjinosh, po kur mendojnë që nuk janë vështirësi që janë si një libër që ti e nis në mëngjes dhe mbaron mëngjesin tjetër, po janë vështirësi, janë për ditë. Është çdo ditë, nuk është se është një largqoft sëmundje që shkon në spital, mbaron. Jo, kjo është për ditë. Atëherë jeni dëshmitarët më të sigurt të gjërave që janë përmirësuar. Por nga ana tjetër unë duhet ju siguroj për një gjë që ne e kemi gjithmonë shumë në vëmendje këtë gjë, që çfarë sjell ekonomia, çfarë sjell zhvillimi, duhet të bëjmë çmos që ta prekin të gjithë. Dhe tek të gjithë duhet bëjmë çmos që ta prekin ata që janë më në nevojë. Dhe te ata që janë më në nevojë, ndarja që unë gjithmonë përpiqem të bëj me qeverinë është ata që janë në pamundësi fizike ose mendore, janë ata që janë më në nevojë. Nuk është më në nevojë dikush që nuk do të punojë dhe do ndihmën ekonomike. Nuk është më në nevojë dikush që ti i thua ja ku e ke punën, shko puno, që e refuzon sepse do atë ndihmën ekonomike, bën dhe në një gjë tjetër në të zezë etj. Është më në nevojë ai që s'ka mundësi fizike, si çfarë ti thuash ti. Ati ka caktuar Zoti natyra një fat tjetër dhe shoqëria ekziston pikërisht për këtë, që t'i japi mundësinë të gjithëve që të kenë pjesën e tyre në ndjell. Kështu që unë duhet t'ju siguroj për këtë, se është shumë e rëndësishme që ju t'jeni në dijeni të faktit që ne nuk e kemi këtë gjë as me sezone, as me fushata, as e kemi konstante. Ne s'kemi fushat, por ishte një zotim që e morëm, ju tham juve që do ta bëjmë dhe e bëm. Ne nuk e kishim detyrim që të jepnim bonusin për pensionistët përsëri, ato 50 eurot për secilin, që ata që rinë dhe zdërhallen në mbrëmjeve në për ato ekrane, apo ata që rrinë
edhe jetojnë me kërcënimet e të tjerëve dhe vënë gjoba për portalet e tyre e përqeshin. Kurse e dim pensionistët vlerën atyre 50 eurove, që i marrin ekstra, sepse aq janë mundësit, por nuk ishte detyrim. Dhe nuk ishte një shumë e parëndësishme për ne, për buxhetin e shtetit. Por ama ishte një ardhur nga ekonomia që u rrit përtej parashikimit. Dhe ne kemi thënë gjithmonë që çfarë, sepse parashikimet lidhen me planifikimet. Ne kemi planifikuar të bëjmë një numër gjërash dhe kemi një parashikim. Kur parashikimi të kalohet, atëherë ne e kemi vënë si rregull atë që të kalohet do ta shpërndajmë me ata që kanë më nevojë. Dhe u bë gjitha ajo zhurmë për çmimin e naftës që u rrit. Por çfarë kemi marrë nga rritja e çmimit të naftës, ja kemi dhënë për pensionistëve të ai bonus. Pra ata që kanë paguar një naftë më të shtrenjtë si rezultat i krizës në rripin e Ormuzit, e kanë paguar për pensionistët. Drejt për drejt. Kështu që nëse do ketë prapëritje, duhet ta dinë që në çdo litër naftë ata po bëjnë edhe një kontribut personal, që kjo t'ja u lehtësoj pak shpirtin, sepse ata janë ndotës. Ata ndosin, nuk ndosin pensionistët. Apo jo. Kështu që ata kanë më shumë, nuk kanë pensionistët më shumë. Kështu që në këtë mënyrë përpiqemi të bëjmë më të mirën. Pastaj sigurisht e mira s'ka fund. Plot gjëra mund të bëhen më mirë etj etj. Unë doja të përgjigjesha 2 pikave që ngritët dhe që kemi diskutuar dhe bashk. Intervali kohor që i keni absolutisht të drejtë, dhe ne tash do punojmë për të rishikuar, sepse s'ka nevojë që të, siç e thatë unë, njerë që është bën diagnoza, nuk ka nevojë këto intervale kaq të shpeshta, vetëm në rast se ka një keqësim të gjendjes që sigurisht pastaj mbase do një tjetër kujdesje etj etj. Që këtë e kemi në vime, do ta zgjidhim. Dhe së dyti, ju përmendët mbas moshës 18 vjeç të fshimit. Tani atje duhet ta mendojmë dhe konsultojmë bashkë. Pse? Sepse ne po punojmë që këta fëmijë mbushin 18 vjeç të futen në tregun e punës. Prandaj dhe qendra Jonathan dhe qendrat e tjera ekzistojnë. Do punojmë bashkë që eksakt. Prandaj ajo duhet konstruktuar mirë që të mos hiqet mundësia pastaj që mos aplikojnë dhe punojnë, sepse puna integron apo jo. Prandaj dhe këtu ju mbështes shumë, sigurisht duhet një mbështetje, por duhet punojmë bashkë për të përcaktuar tamam modelin. Dhe kështu janë dhe modelet në vende të tjera të botës që i jep mundësia të punësohet, në qoftë se punësohet, atëherë merr një rrok kur punësohet. Apo jo. Kështu që këtu do punojmë bashkë. Ka dhe një tmerr tjetër të madhe që ne e kemi vendosur në ligj, por nuk e zbatojmë si duhet, as sa duhet. Rekrutimin e personave me aftësi të kufizuar në administratë. E kemi në ligj të vendosur. E kemi në ligj. Vendet europiane e kanë të gjitha. Për shembull, Hollanda, se kam parë statistikat, Hollanda e ka në nivelet pa imagjinueshme. Po ne e kemi, kështu që në këtë pikë do duhet të bëjmë edhe një sforco ekstra që të zbatohet më mirë. Se nuk zbatohet mirë. Ky është problem vetë, sepse është iluzion të mendosh që ata do t'i mirëpresi sektori privat, edhe do t'i përfshi, dhe prandaj dhe të gjitha vendet ja kanë lënë administratës barën kryesore që t'i integrojë, sepse në sektorin privat është më vështirë. Përshëndetje, Afërdita jam unë. Jam nëna mamaja e Erionës, që 27 vite më parë krijuam organizatën e prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuar intelektuale, dhe nuk është hera e parë që ju kemi pritur në qendrën tonë. Ju pritëm edhe javën e kaluar, do ishte një kënaqësi shumë e madhe t'ju kishim, por unë jam falenderuese që sot jam përsëri me ju dhe po bashkë bisedojmë këtu të gjithë së bashku.
Ka qenë një periudhë që së bashku me Ministrinë dhe gjithë strukturat ne kemi bërë shumë ndryshime ligjore në fushën e aftësisë kufizuar. Pjesa e parë e 10 vjeçarit ka qenë një periudhë shumë e mirë në ndryshime ligjore bazuar mbi konventën gjithmonë të drejtave të persona me aftësi të kufizuara, strategji shumë të mira në fushë, por kishte ardhur koha që gjërat të bëheshin konkrete dhe ne t'i preknim tamam gjithë këto ndryshime që janë bërë dhe këto strategji. Kështu që ne prindër ju e shikoni jemi shumë falenderus për edhe aq sa ne hap pas hapi i përfitojmë edhe i marrim, se ç'është e vërteta, këto dy ndryshime ligjore kemi shumë vite që i kërkojmë dhe i presim. Janë të pjesme, siç tha dhe Merita, ne kërkojmë edhe për mbi 18 vjeç, por duke qenë së bashku dhe duke folur kështu, më vjen shumë mirë që ju zoti kryeministër i dini shumë mirë problematikat dhe ne do ua përforcojmë dhe do të jemi gjithmonë mbështetës për çdo gjë që ne do të kërkojmë në fushë. Qendra Prushit, kemi shumë vite që kemi ndërtuar, por ishte e lënë pas dore, sepse pikërisht duhej kjo mbështetja, siç është financimi nga Fondi Social. Fondi Social është një mekanizëm shumë i mirë që ndihmon dhe qëllimi i tij kryesor është që në bazë të ndërtoj shërbime të reja, siç është shërbimi që po ngrën për të rriturit me aftësi të kufizuar intelektuale ose me autizëm. Është shërbimi i parë, prandaj bashkëpunimi ka qenë shumë i ngushtë me ministrinë, me gjithë strukturën, por nuk është i plot Fondi Social. Do ju lutesha të shikohej që Fondi Social kur ngri një shërbim duhet ta mbështesi shërbimin edhe bazën e tij, siç janë të gjithë pagesat utilitare që duhen. Edhe një herë ju falenderoj shumë për këtë lloj mundësie dhe për këtë bashkëbisedim që ne na jep forcë për të ardhmen dhe na mbush me shpresë dhe që ta shikojmë me një dritë tjetër këtë gjë. Unë jam Iladina Bajrami, drejtoj organizatën Klubin Kombëtar të Prindërve me Fëmijë me çrregullime të spektrit të autizmit dhe persona me aftësi të kufizuar, dhe është autizmi fleç, shkurt për mos të qenë kaq i gjatë. Jemi organizata që kemi zhvilluar kampionate futbolli dhe festivale. Në kuadër të këtyre kampionateve të futbollit ne jemi organizata që kemi kryer kombëtaren që do shkojë në Genuine Cup dhe do përfaqësoj Shqipërinë në një kampionat botëror për herë të parë të personave me aftësi të kufizuar intelektuale. Edhe ne ju pritëm javën e parë. Mirë kuptuam që dalin punë të momentit dhe normalisht që dita vazhdon, por nuk dua të përsëris asnjë nga prindërit që folën. Unë dua të ngrej vetëm një shqetësim shumë të madh që është shërbimi dentar. Kemi një shërbim dentar për personat me aftësi të kufizuar vetëm në kufirin e personave që mund të qëndrojnë, që është arritur fal bashkëmarrëveshjes me ministrinë që këta persona ta marrin falas, por shumica e atyre nuk mund të qëndrojnë dhe kanë nevojë për një anestezi speciale. Dhe ky është një nga shqetësimet shumë të mëdha, pastaj ka të tjera, por kjo është shëndetësore dhe është imediate. Nuk do të shqetësoj për gjëra të tjera, ju falenderoj për gjithë politikat që keni ngritur deri më sot. Faleminderit. Unë po thosha që 2 tani u bën 3, domethënë 3 detyra marrën nga sot. Unë. Këto të tjera i keni me ministrinë, me ministren, me drejtorën, unë personalisht 3 detyra. E para qendrën. Që mos të flas shumë për para kohë, në shtator dhe në shtator unë e zitë. E dyta vizitën në Prush. Po, e treta vizitën të ju që më keni pritur dhe serda. Për të tjerat me ministren i keni diskutimet, unë jam në mbështetje, çfarë do qoftë që rezulton e bëshme, duhet bërë. Ju falenderoj shumë, edhe do shifemi bashk në inaugurimin e qendrës madhe. Do shihemi po mftuat. E bëjmë kështu, nëse do ta marrësh në shtator, për vit ri do mftosh, unë do vi. Po s'mftove s'kam si vi. Okay.